Java e 26 e kategorisë së parë nuk prodhoi surpriza për skuadrën kryesuese, të cilat arritën të marrin pikët e plota në përballjen e tyre. Skënderbeu vijon të mbajë vendin e parë pas fitores 1-0 ndaj Apollonis me golin vendimtar të shënuar nga Nasser nga pika e penalltis. Ndërkohë edhe Laçi fitoi 1-0 ndaj Korabi duke qëndruar në vendin e dytë dhe vetëm 3 pikë lart kryesuesve. Një nga ndeshjet më të bukura të javës ishte përballja me Besa, Kavajën dhe Pogradecin, e zhvilluar në transfert për liçenorët. Të 5 golat e takimit u shënuan në pjesën e dytë duke e bërë sfidën shumë emocionuese. Pogradeci mori një avantazh të qartë duke kaluar në shifra 3-0 fal golave të Donaldi, Ogunlej dhe Lesai, duke krijuar përshtypjen se ndeshja ishte mbyllur. Megjithatë, vendasit e Besa e Kavajës reaguan në minutat në vijim dhe arritën të ngushtojnë rezultatin 2-3 duke rihapur për disa minuta takimin dhe duke rritur tensionin deri në fund. Pavarësisht presionit në minutat e fundit, liçenorët arritën të ruajnë avantazhin dhe të marrin një fitore shumë të rëndësishme në transfert. Me këtë fitore, Pogradeci shkon në kuotën e 55 pikëve dhe mban vendin e tretë në renditje, duke mbetur në ndjekje të dy skuadrave të para dhe duke ruajtur shpresat për ngjitjen direkte në elitën e futbollit shqiptar. Në këtë fazë vendimtare të sezonit, çdo pikë është e rëndësishme dhe suksesi në transfer ndaj Besës i jep më shumë besim ekipit për javët në vijim.